Një trajner i mirë dita motivoi ekipën. Zekiria nuk heziton të ndajë me shikuesit e emisionit në Zoom se janë 3 lloje të liderit, e thotë se bën pjesë në të dytin. Në rrethin e trajnerëve evropian ka pas trajner në 3 grupe, siç na thënë, trajner diktator, kur s'ka guxu askush me fol asnjë fjalë, vetëm ai ka vendosur dhe s'ka pyet kërka. Ka trajnerë që janë komunikativ dhe ka trajnerë që janë shumë tolerant. Domethënë grupi i parë ka sukses, po janë zhdukje. Grupi i dytë është më i avancuar, komunikativ, çdo me debat mund ta zgjidh, me fjalë, me punë, jo me diktaturë, dhe një grup trajnerash që janë shumë tolerant, ku i duan gjithë, edhe futbollistët don trajnerin tolerant, po shumë më pak është i suksesshëm. Unë mundohem të jem te ky grupi i dytë. Jam shumë i afërt me futbollistat, ne nuk flasim vetëm për futboll, nuk flasim vetëm për ndeshjen e radhës, po flasim edhe për problemet që mund t'i kenë në jetën private, normali ofrohen për ndihmë nëse mund t'ju ndihmoj. Ndeshja fillon nga dita e parë e fazës përgatitore, aty fillon përgatitja e ndeshjes. Nëse ne e lëm që nesër kemi ndeshje, edhe e kemi lënë tanë javën pa punu, ose duke bërë servitje, po pa u përmend kundërshtari i radhës, pa u transformu informatat për kundërshtarin e radhës, edhe mendojmë që nga sonte do të përgatitemi ekipin për nesër, ne kemi dështu. Kështu që një javë të merr minimum për të përgatitur ndeshjen e radhës.